Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut Zotit Gjithësisë. Ajo është i vetëm, i pa shok, i pa ortak në krijim, në sundim, në adhurim dhe në gjithë shka. Pra, kur themi Allahu i lartë madhruar dhe pat meta, pra nuk krahasohet, nuk imagjinohet, vetëm ashtu si i ka hije madhërisë Zotit Gjelle Gjelaluhu. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe përmbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij, i kanë ndihmuar këtij dini deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe përmbi të gjithë ju. Allahu na mëshiroft sot në këtë ditë xumaje dhe sigurisht që ka mëshiruar secilin prej jush dhe prej nesh që gjendemi në këtë orë për ta falendëruar Zotin Xhela Xhelaluhu. Allahu na mëshiroft inshallah. Kemi tregu për disa lutjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe thamë që ishin mjaft lutje. Edhe lutje e sotshme ishte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O Allah, më mbroj nga fama, nga syfajësia. Lutje që secili do të lutet çdo ditë, çdo orë dhe çdo minutë. Pse u lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çfarë rreziku pas ka kjo të dashururit e famës? Domethënë karriera e madhe, të flasin njerëzit për ty, të shkruajnë gazetat për ty. O Allah, tha, mbroj nga fama, dashuria për famë. Dim që ky i dashur i Zotit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të vërtet për veten e tij ka qenë i thjeshtë. Wa alaikum salam. Edhe në mënyrë absolute asnjëherë nuk u gjind kjo ndjenjë e rrezikshme tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jeta e tij ishte e jashtëzakonshme, e thjeshtë. Dhe kur ishte bashkë në ato fazat e para që po zbriste libri i Zotit, Kurani, dhe po i zbriste pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, situata u përkeqësua shumë në Mekë. Dhe disa shokëve të tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i tha të largohen nga Mekka. Edhe ata kanë shkuar në një shtet tjetër, Abisinia e asaj kohe. Atë jeton një mbret që nuk ishte musliman, por ishte i krishterë. Edhe kanë shkuar një grup. Edhe një nga këto pjesëtarë të grupit ka qenë edhe një kushnjë i afërt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Xhaferi, Allahu e mëshiroft. Dhe Xhaferi thot për veten e tij: nuk kam pa përjetim më të vështirë, thot, se sa nga ndarja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethënë nga ndarja të mos shikoj sytë e atij, bukurinë e atij, wa alaikum salam, zonin e atij. Mirë, po ishte urdhën i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duheshin largu. Dhe ai mbreti një ditë i ka thërë këto besimtar musliman, këto sahabe, dhe i ka bën disa pyetje. Dhe njëra ndër pyetjet që i ka bën ka qenë: a e dëshiron famën me u bë mbret? Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo, i thanë.
nuk e dëshiron famën, nuk dëshiron mbretëri. Dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, ato mos besimtarët i ofruan disa gjëra. Vetëm të largohej nga ky din. Se na e dim që ky din nuk është baklava me arra, ka thonë i hoxh Zoti më shiroj. Ky nuk është sot pa hy me këtë din, nesër pa e lon. 6 muaj me këtë din, 6 muaj jashtë i dini. Kudo ka lojna, ka pralla, ka shaka, ka sende, ama vetëm në besimin tek Allahu s'ka lojna. Absolutisht. Pra o beso, o s'beso. Pra edhe o beso 6 muaj, e mos beso 6 muaj, nuk ka. Futesh në këtë din, ose Zoti na ruaj del prej këtij dini. Edhe i thonë to vëllezër, Allahu na falë dhe na mëshiroj gjithë. Qa halli keshën? Pse me kaq këmbgulje? Selam aleikum. Wa aleikum selam. Pse me kaq këmbgulje, i thonë? A do pushtet? Kjo që përmenem, famë. I thonë. A do gra? Ku ti jenë ma të minat, ma ti japim ne? A do lek, pasuri? Sa të dush, vetëm largo nga kjo fjala la ilaha illallah. I thonë, mos u lodhën hiç, thonë. Mos e si dolen direkt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dërguan një xhajën e vetë që kishte dhe ndihmonte shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë menduar se ati do t'ia shkoj hatrin. Pa sa pa e përmene që ky din nuk ka lojna. As me vëlla, as me shok, as me mik, nuk ka tolerantë.